Banori i Big Brother VIP Albania 4 Joz Marku bën deklaratën shokuese. Një deklaratë e bërë nga Jozi, një nga banorët e Big Brother VIP Albania 4, ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Gjatë një bisede me Loredanën dhe Gertën, ai shpreu mendimin e tij mbi autoritetin që duhet të ketë një burr në familje, duke theksuar se kur ai hyn në shtëpi, fëmijët duhet të friksohen dhe të vrapojnë për të kapur librat. Deklarata e Jozit. Ore i keni harruar gjërat ju moj, ore duhet me ardhe era burr. Kur vjen burri në shtëpi, me u dridh shtëpia, fëmijët me ja fut vrapit me kap librat, vetëm gruaja qëndron në sallon. Ndërkohë Loredana shihet duke qeshur nga sikleti. Kjo deklaratë ka ngjallur debate të shumta mes publikut. Disa e kanë parë si një mentalitet të vjetër dhe patriarkal, ndërsa të tjerë e kanë marrë si një shaka apo një mënyrë për të theksuar disiplinën në familje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.